të nevojshme koalicionet. Ne besojmë, jo pse ne jemi kundër koalicioneve, por orientimi i qeverisë Kurti edhe i vetëvendosjes në dy drejtime spako, dhe jemi bindur për këtë gjë. Në njërin anë, në luftimin kundër korrupsionit, reforma në sistemin e gjyqës kundër korrupsionit sot u konfirmua këtë akuzë ndaj ministrës të penguar. Mos më përfundoj. Po ti më ndërhyjte unë. Janë dy segmente. Do të thonë, reforma të sistemit drejtësisë, lufta kundër korrupsionit, rezerva shtetërore dhe konfiskimi i pasurisë së pajisikueshme në Iran. Dhe në anën tjetër, çësia e qeverisë Kurti kundrejt Serbisë e sidomos në veri të Kosovës janë e bën të pamundur raportin me këto parti opozitare sepse kanë qenë ato thënë hapun që nuk pajtohen me këtë çështje të Kurtit. Ata thënë hapun që nuk pajtohen me këtë çështje të Kurtit. Si përgjigjesh Xhanit për çështjen e akuzës ndaj zonës Rozeta Hajdarit, konfirmimit të saj. Zonja Hajdari ka reaguar sot publikisht. Është njoftuar nga avokati i saj, nuk e ka pranuar këtë akuzën, në momentin që do ta pranon do të komunikojmë. Por ne jemi të bindur. E montuar politikisht. Jo, ne jemi të bindur që zonja Hajdari nuk është e korruptuar, nuk ka bërë vepër korrupsioni, nuk ka shpërdorur asgjë, përkundrazi në një situatë të krizës globale, të pandemisë, dhe të mbylljes së kufeve, dhe të ndërprerjes si çfarë do të le të themi tregtimi të furnizimeve me mallra bazike, zonja Hajdari është angazhuar për të siguruar Kosovës furnizim me këto produkte bazike, gjithmonë në një situatë kur qeveritë e mëparshme kishin lënë rezervën shtetërore në zero. Domethënë, gjendja e pandemisë është pothuajse gjendje totale, le të themi, Tash mos hinte emocione, ta po flasim për konfirmimin e atë akuzës, si kaq po flasim për një asnjë shtet, as nuk shet. Për një qeverisje me duart postra. Do të thotë që as nuk shet, 3 milionë euro do me blen. Dhe ne kemi zero rezerva dhe këtu në Kosovë ka një lloj alarmi për po janë procedura të rëndësishme atë. Zonja Hajdari ka siguruar. Veç pak. Çollak, në minutin e fundit jemi në minutin e fundit. Ky një orë na mojti ligjërata neve në procedura. Tash këtë akuza është se këta si kanë respektuar procedurat, edhe kanë ble grunin 300 euro më shumë se çmimin e tregut, që do me konsideruar 3 milionë ti shkel procedurat. Hajde, shpjegoj. Procedurat janë gjithmonë të rëndësishme. Po flasim në një krizë. Po ka jo duhet me shkel. Po duhet me shkel vetëvendosje, ata bën me shkel. Jo, po flasim në pandemi, zoti Matoshi. Po pandemia në të zgjedhjet, po janë respektuar procedurat. Një shkelje ligjore kushtetuese një herë prodhon shkeljet shumë fishta. Zinxhirore të kushtetutës së ligjit, aty jeni ju. Në luftë nuk u hap të nderi për me furnizu ushtrin me municion. Në gjendje lufte, po ti ke pas gjendje lufta edhe atë në vështirësi, po kjo s'ka kuptim. Gjendje së dytën. Nuk ka asnjë kuptim kjo atë. Pse janë gjendjet vetëm mbyllur? Pse janë vetëm mbyllur në pandemi? Asnjë shtet nuk shet as nuk blen. Në luftë nuk mohen gjendje. Tendere o i ndëruar Rustemi me procedurë o luftë nuk ka tendera, jo, po jemi luftë. Po pse nda qeveritë ka luftë? Se shkarkoj që ta ke Veliu kur zoti Matoshi. E pa drejt, e montume politikë. Kam një pyetje sistemi.